Një nga ata ishte Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu, Abu Dharr al-Ghifari, që nuk ishte nga fisi Quraysh, nuk ishte i Mekës, por kishte dëgjuar për pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe u interesua se çka është puna e tij. Fillimisht e dërgoi vllaun e tij në Mekë e i tha, shka e këqyr çka është puna e njeri që ka dalë në Mekë dhe çka po thot. Vllai i tij ka ardhur në Mekë, mori disa lajme, u kthye tek Abu Dharri, ja përcolli don informata që kishte marrë, por këto informata ishin të pamjaftueshme për Abu Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe çfarë ndodhi? Abu Dharri tha, po nisna vet, e po shkojnë në Mekë apo e takoj njërin. Kur ka shkuar në Mekë ka gjetur një situatë shumë të rënduar, të vështirë. Ishte rrezik me pyet ku është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Për shkak se Quraysh kishin vendosur barikada të tilla që edhe kërcënonin edhe me dhunë ndaj çdo kush që tenton me taku Muhamedin alayhi salatu wasalam. Abu Dharri qëndronte në Qabe si një vizitor dhe adhurues që kishte liri për këtë në Qabe. Deshti Allah i manduar e takoj Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, i cili e pa se ky njeri disa ditë po rrin tek Qabe dhe i tha, si duket ti i huaj. Tha, po jam nga filan fisi, dhe në muhabet e sipër Abu Dharri e kuptoi se ky mund të jetë i sigurt. Tha, ka marrë me taku një njeri që po thotë kështu e kështu. Atëherë Aliu radhiyallahu anhu i tha, e ke takuar njerin e duhur. Ose Aliu e dinte ku është pejgamberi sa, po edhe ishte nga ata që kanë besuar. Sidoqoftë, për të shmangë detajeve, Abu Dharri u takua me Muhamedin alayhi salatu wasalam, dhe normal posa e pa fytyrën e tij dhe posa i dëgjoi fjalët e tij, dëshmoi se ky është i dërguari i Allahut. Abu Dharri kishte përvojë me njerëz, kishte dëgjuar poet, kishte pa dhe magjistar, por kësaj radhe ishte krejtësisht ndryshe. Muhamedi asam nuk ishte absolutisht as përsa afërmi si ata, ishte krejt ndryshe. Dhe Abu Dharri u bë musliman. Po situata ishte shumë e rënduar të ndërruazër dhe ishte situatë e vështirë. Çka ndodhi? Pejgamberi sa i tha Abu Dharrit, maje islamin për veti. Maje islamin për veti. Mos e publika, nga situata është e rënduar, kanë frikë të dëmtojnë, kanë frikë se të bëjnë keq. Maje për veti. Abu Dharri tha, jo vallahi, po kam me dalim, ju thonë se ju bu musliman. Doli Abu Dharri radhiyallahu ta'ala anhu në mesin e Qurayshve që ishin tek Qabja dhe tha, ashhadu an la ilaha illallah, e tha shahadetin dhe publikisht dëshmoi se është bë musliman. Normal, reagimet ishin të tmerrshme, u ngritën, filluan me godit nga gjitha anët dhe Abasi ishte aty afër, agja i pejgamberit sa, ai s'kishte besuar ende në pejgamberin, po ishte përkrahas i pejgamberit alayhi salatu wasalam, e dinte ku është pika e dobët e Qurayshve, të cilën nëse do ta aktivizonte, kishte bindje se Qurayshët e Mekës hiqin dorë nga dhuna. Çfarë u tha Abasi? U tha Qurayshve, a dini kush është ky? Ky është nga fisi Ghifar, e karavani i Mekës dhe i tregtisë dhe disa furnizime të caktuara për jetë dyne vinin nga fisi Ghifar. E nëse ushtroni dhunë mbi njëri tyne kanë me unal rrugën, ju nalet parja, ju nalet furnizimi. Atëherë hiqën dorë, se kuptuan se aleanca me fisin Ghifar mund të rrezikojë për shkak të dhunës që ushtronin mbi Abu Dharrin. Shikoni të ndërrozë, i harun parimet, i harun zotnat, këtë i harun kur u prekën në xhepin e tyne aftën. Andaj do njerëz në jetën e tyne për shembull i kanë do standarde të veta që në bazë tyne çashtu jetojnë. Çashtu jeton ai. E kanë ndërtuar një standard caktuar të jetës së vet. Standarde që sipas tij në veten e tyne kanë parimet e caktuara. Nga parimet kryesore është ruajtja e standardit material. Me rujt standardin material dhe më u përgjigj situatave mbi bazën e standardit material. Dhe mendojnë se tash këtë njerëz që shtu janë. Prandaj kur dikush për shembull hiq dorë nga e keqja, pendohet, kthehet tek Allahu xhallahu ala, ai me çka mot? Ai mot me vetën, sa e çashtu ja kish mo. Andaj fillojnë akuzat, jo
sikur që nuk janë të panjohura për juve, jo me pare po mbuluhen, jo me pare po falin, jo po bëjnë kështu, pika kanë marrë nga sadar dhe vetë, sa e që ashtu ja bën njët vetë, e që ashtu sillet njët vetë, a dhe mëndon se ketë njët janë që ashtu. Edhe këta Kurajsht e Mekës, i ngritën duart, e ndanin dhunën, kur e hetuan se u rrezikohen të hyrat e tyne, rrezikohet furnizimi. Ebu Dherri doli prap ditën e dytë, doli e njëjta, ndodhe e njëjta, prap Abasi ndërhyjnë dhe e lanë të qetë Ebu Dherrin radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kështu vazhdoi Ebu Dherri pastaj dhe shkoi tek fisi i tij, e deshti Allahu azza wa jall që ka ndikuar më të madhe që edhe fisi i tij më u bë musliman.